Mirë, jemi rikthyer, është bashkuar me mua në studio Gertiana Hasalla, eksperte punësimi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi të jesh këtu. Kënaqësi që jemi ne. Duke marrë shkas në fakt nga një raport i Parlamentit Evropian mbi të ardhurat apo pensionin që sigurojnë në momentin që mbushin moshën, gratë dhe burrat. Shumë interesante statuset, kështu që të falenderojmë sepse her pas here janë piknisje le themi për të diskutuar në studio mbi këto aspekte. Unë dua ta komentojmë pak se si qëndron ky raport në vendet e Bashkimit Evropian, edhe për diskutuar mbi faktorët edhe ku është Shqipëria, le themi, në këto nivele të ardhurash mujore. E sillim pak regjia. Raportin, ky është raporti i Parlamentit Evropian që tregon se gratë, pra mesatarja e vendeve të BE-s, gratë marrin mesatarisht 24.5% më pak pension në raport me burrat. E vërtet, 100%. Ishte habitshme ta shikoje, sepse sa herë që mendojmë për Bashkimin Evropian, ne mendojmë se të drejtat dhe barazia është aty ku duhet, por realisht, nëse shikojmë të gjitha shtetet që janë atë grafik, dallohet që ka një gap, ka një hapësirë, ka një mungesë mes burrave dhe grave në momentin që ato dalin në pension. Veçanërisht kjo ka të bëjë sidomos me faktin që burrat paguhen më shumë për gjatë kohës së tyre të jetës dhe kanë më pak përgjegjësi kujdesi, çka do thotë që kanë më pak kohë që shpenzojnë për kujdesin ndaj fëmijëve, ndaj të moshuarve ose detyrat të tjera që janë papaguara në shtëpi, në krahasim me gratë, dhe për atë arsye kanë edhe rroga më të larta, por kanë edhe më shumë vite pune. Dhe në momentin që dalin pension, pastaj kanë të favorizuar sepse kanë një masë përfitimi më të lartë. Kanë paguar dhe më shumë sigurime, qertësisht. Ndërkohë që bënte çudi fakti që ky raport, pra hendeku mes masës së përfitimit të burrave dhe grave, ishte edhe më i lartë, le të themi, në vendet zhvilluara, Italia, Gjermania, pra ka një raport apo një diferencë shumë më të madhe krahasuar me vendet e tjera, të cilat janë më pak, por gjithsesi. Veçanërisht nga që këtu është ky hendeku në pagë së pari më i madh, dhe duke qenë hendeku në pagë më i madh, ashtu ndodh dhe më pas në pension të kishte hendekun mes grave dhe burrave në pensionin që ato marrin. Kështu që sa më i madh jetë hendeku në pagë, ashtu përkthehet më vonë edhe në pagesën që merret në pension. Ndikon edhe mënyra se si llogaritet masa e përfitimit përpara se ndalemi se cila është situata në Shqipëri, edhe për të ballafaquar pak faktorët, pra çfarë ndikon në këto vende dhe çfarë ndikon në Shqipëri. Sigurisht, që se duan të mendojmë për atë, se cili prej vende europiane ka skemat të veta të sigurimeve. Dhe nuk janë vetëm detyrueshme siç e kemi neve, po shumë shpesh prej tyre janë dhe skema private sigurimi, ose skema në cilat personat mund paguajnë një pension privat në krahasim me këtë detyrueshme siç e kemi ne. Ky pensionin privat jep mundësinë atyre që kanë më shumë para sot të paguajnë më shumë sigurim dhe të kenë më shumë para kur dalin pension. Çka do të thotë që kushdo që ka një rrok të mirë në momentin që është duke punuar tani, mund të bëjë dhe këtë pensionin privat dhe të marrë më shumë para në pension. Kjo e bën edhe më të hapur dhe tregon edhe më shumë hendekun ose ndryshimin që ka mes dy gjinive. Bëhet gjithmonë më e lehtë për burrat dhe për djemt që të kenë më shumë para ndërkohë që janë duke punuar në vitet e tyre të punës, të rriten në profesion, të promovohen në vendin e punës dhe të marrin një pagë më të lartë, për këtë arsye paguajnë edhe më shumë sigurime, ndërkohë që për vajzat dhe për gratë është pak më e vështirë sepse do duhet shpesh herë në jetën e tyre në shumicën e rasteve në leje lindje, punë pjesëshme, më pak vite, apo edhe në profesione të cilat jo gjithmonë janë të mirë paguara. Të cilat nuk paguhen mirë. Se ne flasim për një realitet shqiptar, por ky është në funditës edhe realitet global, kështu që... Por mesatarisht një grua do ketë paktën 2 fëmijë në jetën e saj, le themi. Mesatarisht, jo çdo grua, po mesatarisht një grua ka të paktën 2 fëmijë në jetën e saj, për cilat do duhet marrë një leje lindje, mund të jetë nga 6 muaj deri në 1 vit, ka një shkëputje nga vendi i punës, bëhet më vështirë që në momentin që ti të rikthehesh, të jesh në të njëjtin hap me kolegun tënd i cili nuk e ka marrë këtë lejen e lindjes. Edhe ti do duhet rikthehesh, të kapësh përsëri punën nga e para, nuk promovohesh dot në vendin e punës, nuk merr një pozicion drejtues, më pak para dhe përfundon pastaj në çështjen e pensionit që është më e ulët. Me një pabarazi që është e vazhdueshme, po. Është e vazhdueshme. Është e vazhdueshme. Edhe që reflektohet edhe në një moshë që është pak më që bëhet pak më vështirë jeta. Më e vështirë jeta. Nëse ne diskutojmë gjithmonë këtë çështjen e punës, dhe gjithmonë bashkë kemi ulur dhe kemi diskutuar si është puna për të rinj, për të moshuarit dhe çdo gjë tjetër, në momentin që ne dalim nga puna, jemi në personat që kanë ndoshta nevojën edhe më të madhe, sepse bëhet edhe më pasigurt jeta, në këtë kosto jetese që është sot për sot, pra që kosto nuk ka ardhurat mjaftueshme. Edhe kjo në fakt kuptohet edhe prej situatës aktuale, ku një pjesë
dërmuese atyre që kanë mbushur moshën e daljes në pension, pikërisht për shkak të nivelit të ullët të ardhurave mujore, detyrohen që të vazhdojnë që të jenë pjesë e tregut punës, pra të vazhdojnë të punojnë. Ne kemi diskutuar jo pak herë edhe çështjen e pensionistëve, të cilët nuk e shkëpusin kontratën e punës, sepse është e pamundur, domethënë është e pamundur të përballohet jetesa me këto pensione mesatare që ka sot për sot në Shqipëri. Dhe ky rishikim në statusin që ke publikuar në fakt në rrjetet sociale, dhe në ndukje pikërisht pabarazin që ekziston, pra duke krahasuar shifrat që vinë nga Instat me mesataren e Bashkimit Evropian. Pra, ky hendeku që ekziston edhe në masën e përfitimit apo në masën e pensionit dhe në Shqipëri. Çfarë ka rezultuar? Në çfarë niveli është kjo diferencë? Realisht, studimi i Parlamentit Evropian dhe ky publikim që ato kanë bërë për pensionet për burrat dhe për gratë në Europë, të nxit të mendosh dhe të analizosh çfarë ndodh me burrat dhe gratë në Shqipëri. Si është pensioni për burrat dhe për gratë? Dhe nëse flasim me shifrat e Instatit gjithmonë, pensioni mesatar për burrat është rreth 32.000 lekë, ndërkohë për gratë është 26.000 lekë. Dhe ky është pension mesatar, patjetër që ka pensione edhe më të ulta edhe më të larta se kjo. Po, duhet jetë edhe më pak, sepse pensioni mesatar në Shqipëri është 9.200 euro. Por duhet kemi parasysh që për shembull shumë prej vajzave dhe grave, shumë prej tyre marrin pensione në zonat rurale, pra kanë punuar parë në kooperativa ose në versione bujësore. Peshe ka punësimin në sektorin bujësor, pra gati 37-38% e të punësuarve në Shqipëri janë në sektorin bujësor. Është vërtet, dhe sidomos kanë qenë më përpara, çka do të thotë për shembull që ndër 10 pensionistë, 6 prej tyre janë gra. Dhe këto 6 gra marrin një pension goxha të ulët në krahasim me pensionistët e tjerë burra në zonat urbane. Ka këtë ndryshim kaq të madh të personave që janë të paguar tashmë nga skema jonë e sigurimeve, cila po mundohet her pas here të shtohet, të rregullohet, të le të themi të mbushet më shumë për gjatë viteve, por po bëhet e vështirë. Sado që të mbushet me sigurimet që paguhen nga administrata me rritjen e pagave, nuk kemi mundur të bëjmë një rritje të qëndrueshme ndër vitet të pensioneve tona, të pensioneve që marrin dhe burrat dhe gratë. Sot për sot, ato që marrin pension ndoshta më të mirë janë ato që kanë qenë ish ushtarak, sepse ndër të tjera kanë paguar ndër vite pensionin suplementar. Po të mos ekzistonte suplementari, patjetër që do ishin të njëjtin nivel me të tjerët. Ndoshta diçka më mirë, se gjithçka varet nga masa e sigurimeve që ke paguar ndër vite dhe sa vite punë ke gjithsej, por gjithmonë në flasim për çështje të pensionit suplementar, është një mundësi jashtëzakonshme, shumë e mirë, pra çdo që e ka mundësinë ta bëj, dhe kjo është ndoshta për të rinj tani, për moshatarët tanë ose edhe më të rinj akoma, që nëse realisht mendojnë për të ardhmen, për pensionin e tyre, të fillojnë që tani të mendojnë për një pension suplementar ose për një pension privat, i cili do i ndihmojë të kenë një shumë të qëndrueshme kur të dalin në pension. Sepse sot për sot përfitimi më dinjitoze që ju mundson që të përballojnë gjitha kostot dhe shpenzimet mujore. Por nëse përpiqemi të analizojmë pak faktorët në Shqipëri, sepse mund të ketë aspekte arsye, faktorë të cilat konvergohen, pra janë të njëjtë me faktorët në vendet e zhvilluara, por edhe faktorë të cilët janë tipikisht, pra vetëm për realitetin apo kontekstin shqiptar. Cilët janë, cilët gjykon, pra sektorin e bujqësisë, pra sektorin bujqësor, ishtë një ndër ato që dikton, le të themi, një mas përfitimi më të ulët. Patjetër që po, sektori bujqësor dhe ai i prodhimit. Pra duhet kemi parasysh që brezi që është tani sot për sot në pension, është brezi që ka punuar në gjatë kohës së komunizmit. Dhe në gjatë kohës komunizmit, masiviteti i punëve ka qenë ose në bujqësi dhe blegtori, ose ka qenë për fabrika prodhimi. Në këto fabrika gjithashtu pagesa atyre nuk ka qenë një pagesë e lartë. Nuk kanë marrë një rrogë të lartë, nuk kanë paguar shumë sigurime dhe për këtë arsye kur dalin pension, marrin një pension i cili është i vogël. Historiku i një vendi ka jashtëzakonisht rëndësi sepse ka të bëjë me faktin se ka paguar ndër vite, ndërkohë që ti ke qenë i punësuar. Edhe kjo pagesë ti ke bërë, të paktën për ne në Shqipëri ndryshon, sepse ka qenë një pagesë e ulët, dhe me ndrimin e sistemeve është vlerësuar paraja që ishte atëherë dhe ka ngelur shumë pak tani. Çka do të thotë që mesatarisht një person merr një pension rreth 20.000-30.000 lekë, që është një pension shumë i ulët për të jetuar me kostot e jetesës. Prandaj është futur ai koncepti i koeficientëve që ne kemi diskutuar edhe në emision, pra koeficientët e vlerësimit të pagave që bëjnë të mundur pikërisht aktualizimin e pagave për efekt të llogaritjes së pensionit. Pra, aplikohen koeficientët në mënyrë që pagat në momentin që llogaritet pensionit mos referohen ai sa kanë qenë për vitet përkatëse të punës apo periudhave të sigurimit, por të shumëzohen,
të aktualizohen me koeficient që ndryshojnë vit pas viti, pra janë të ndryshëm vit pas viti. Ndryshojnë sepse në vetvete ndryshon edhe ajo çka është indeksimi i pagave ose pensionave në këtë rast, se po flasim për pensionet, por indeksimi duhet jetë gjithmonë i lidhur me koston e jetesës. Pra nëse kosto e jetesës, çmimet e shportës janë rritur ndër vite, bëhet më e vështirë për një pensionist i cili me një rritje shumë të vogël në vit, që mund të jetë 200 ose 300 lekë të reja, çdo muaj ose çdo vit ose çdo gjë tjetër, të përballojë një kosto jetese që është rritur me 3 fishimin, 7 fishimin, 10 fishimin e kostove të çmimeve të paktën të shportës. Mos flasim pastaj për argëtim ose gjëra të tjera. Po flasim për çështjet mbi jetesës. Ushqimi, të gjitha kostot e përditshme që i dua një pensionisti për të jetuar në shtëpinë e vet, pra pagesa e ujit, dritave, internetit dhe çdo gjë tjetër, edhe është më e vështirë të jetosh sot siç është ka qenë para 10 vitesh apo 20 vitesh në Shqipëri. Kjo është pak pa sigurt. Puna me kohë të pjesshme është një realitet vetëm për vendet e zhvilluara apo përkon ky faktor edhe me realitetin tonë? Qartësisht përkon, dhe sidomos në kohët e sotme, vetë vajzat e gratë janë duke zgjedhur që të bëjnë një punë me kohë të pjesshme për të kaluar më shumë kohë me familjen e tyre, për fëmijët, për ato detyrimet e tjera që ne nuk i paguajmë kurrë. Nuk i paguajmë kurrë, është vërtet. Por një pjesë e marrë e barrës qëndron gjithmonë tek vajzat dhe gratë përsa e përket përkujdesit. Shërbimet e përkujdesit, që shumë shpesh në shoqërinë tonë quhen si të mirëqëna që duhet t'i bëjnë gratë për fëmijët, për të moshuarit, për të smurët dhe çdo gjë tjetër, janë ato që në farë mënyrë ose tjetër po ndikojnë edhe në pagesën që ne marrim, ndikojnë në fund edhe në pensionin tonë. Sepse do të thotë që do kemi më pak punë dhe vite pune të cilat janë të siguruara dhe do marrë një pension më të ulët. Pra, në një mënyrë ose një tjetër, në të llogaritjen tonë të madhe, më të varfra gjithmonë dalin gratë dhe vajzat. Pozicioni i punës, që do thotë një punë më pak e paguar, ajo fakti që ndërpresin, le të themi, punën për shkak të sjelljes në jetë një fëmijë apo të një angazhimi për shkak të një angazhimi familjar e kështu me radhë, dikton edhe karrierën e tyre. Pra nuk kanë mundësi që të rriten profesionalisht, të promovohen në vendin e punës, edhe një gjë e tillë normalisht përkthehet më shumë të ardhura. Edhe ky privimi sa është përcaktues. Patjetër që është, nëse flasim për shembull për pagë mesatare sot për sot ose për pagat e larta sot në Shqipëri i kanë menaxherët, i kanë drejtuesit, personat të cilët administrojnë një kompani, pra ose realisht punojnë në institucion në një pozicion drejtues, si drejtor përgjithshëm e tjerë në radhë. Të gjitha këto pozicione për vitet të tëra më radhë, për shkak të historikut, kanë qenë të mbajtura nga burrat dhe nga djemt, nuk kanë qenë të mbajtura nga gratë dhe vajzat. Ka pasur një ndryshim në vitet e fundit, që është një gjë e mirë për të vërejtur si një faktor pozitiv, që ka më shumë vajza dhe gratë të cilat janë në drejtim, po për shkak të normave të dëmshme gjinore, për shkak të stereotipeve të ndryshme në lidhje me vajzat dhe me gratë dhe aftësinë për qenë drejtuese, ndër vitet të tëra kanë qenë gjithmonë burrat dhe djemt që kanë qenë drejtim. Dhe këto kanë pasur gjithashtu pagën më të lartë. Dhe kjo pagë më lartë, kjo mundësi e tyre për të ecur përpara në profesion, për të promovuar e të tjera me radhë, ndikon patjetër në pagesën që merret në fund në pension. Pra nëse një drejtor sot merr rreth 200.000 lekë të reja, patjetër do të ketë një pension shumë herë më të mirë se sa punonjësi i tij i cili merr 80.000 lekë të reja. Gertiana, edhe si njohëse tregut të punës, për të kuptuar pak edhe çfarë rezervon e ardhmja në këtë drejtim, ofertat që janë sot, pra ofertat e punësimit, pozicionet, niveli pagave, qasja edhe gjinore, le themi, në këtë drejtim, i avantazhon apo vazhdon t'i penalizoj gratë dhe vajzat, për kuptuar pak edhe se si do t'jenë vitet e ardhshme në këtë drejtim. Pra do t'a thellojmë këtë hendekun mes masës së përfitimit këtë pabarazin, le themi, ekonomike, mes burrave dhe grave në momentin që dalin pension. Qartësisht ka një përpjekje, le të themi sidomos vitet e fundit është bërë një përpjekje për të futur këtë që quhet lente gjinore. Edhe në marrjen në punë të stafit, edhe për mënyrën se si trajtohet stafi dhe për kujdesin që duhet të ketë për dhunën dhe ngacmimet në vendin e punës. Të gjitha këto janë dhe kanë të bëjnë veçanërisht me jetesën çdo ditë tetor të paktën në vendin e punës, ku secili prej nesh si burr, si grua, si djalë, si vajzë duhet trajtohet me dinjitet dhe respekt. Do thënë kjo
pavarësisht përpjekjeve që janë bërë, ndonjëherë duket më shumë reklame dhe propagandë, se sa realisht një mbështetje për personin që të vi edhe të jetë pjesë e një kompanie, si vajzë ose si grua, në një pozicion drejtues, ose të mos jetë ndikuar më pas edhe nga jetesa ose përkujdesja që do të bëjë për fëmijët. Sot për sot në Shqipëri, dhe pothuajse në gjithë botën, por veçanërisht në Shqipëri shikohen dhe goxha raste flagrante të një personi i cili nuk merret në punë, sepse thotë që ti je në moshën cilën do riprodhohesh, do kesh fëmijë, do ngelesh tazan edhe do më largohesh 6 muaj ose 1 vit nga puna. Pra, ai të shikon si një kosto dhe thua që kjo vajzë ose kjo grua do më largohet 6 muaj ose 1 vit se do marrë lejen e lindjes e cila është e përcaktuar me ligj, dhe mua do ngeli puna pa bërë. Patjetër që po. Ekziston, edhe madje ka raste që shkojnë deri në gjykat, sepse me kohë pune kjo nuk është e lejueshme që ti së pari ta heqësh nga puna një personi i cili është me leje lindje ose ta ulësh. Raste të tilla po. Ose ta ulësh në pozicion gjithashtu, pra që në momentin që rikthehen nga leja lindjes përballen me pushim. Që është 100% e palejueshme, por është gjithashtu e palejueshme për shembull ta çosh nga një pozicion në një pozicion tjetër më të ulët, ose një pozicion tjetër me më pak orë nëse nuk kërkohet vetë nga personi. Pra nëse unë nuk po të kërkoj ty një punë tjetër e cila nuk është 8 orë, por 6 orë, po ti përsëri më çon atje, duke më dhënë më pak para, do më dhënë më pak punë, atëherë po më diskriminon. Dhe ky është diskriminimi i pastër në vendin e punës, që bëhet vetëm për faktin sepse ti je një grua dhe ke vendosur të riprodhohesh, të sjellësh fëmijë në jetë. Pra, pavarësisht dëshirës dhe reklamimit që i bëhet barazisë gjinore, le të themi, se është diskutuar shumë gjërësisht sidomos kohët e fundit në Shqipëri, realisht jemi akoma mbrapa në hapa që do ndërmarrë për të mbështetur vajzat dhe gratë. Dhe sot për sot në Shqipëri vajzat dhe gratë janë më të varfra se burrat dhe djemtë. Dhe duke mbetur në këtë situatë, çfarë është e rëndësishme të bëhet pikërisht për të përmirësuar ndryshimet realisht edhe për të cilë përmirësime janë në vendin e punës, po janë thellësisht shoqërore. Vetë shoqëria duhet jetë së pari më hapur ndaj faktit që një vajzë ose një grua është njësoj e vlefshme, e zgjuar edhe mundshme. Mos e shohin si cen një gjë të tillë. Që të drejtojë një kompani, që të bëhet pjesë e një skuadre, që të punojë në një kompani ose institucion dhe të jetë aty pavarësisht këtyre le të themi pengesave të tjera që mund t'i dalin rrugës. Pavarësisht dëshirës së saj të mirë për të bërë fëmijë dhe për të kontribuar gjithashtu në shoqëri, se është një kontribut në vetvetet edhe të riprodhohesh e të bësh fëmijë, ose dëshirës e saj edhe për të përkujdesur më shumë për shkak të natyrës, për shkak të dëshirës që ka për të kujdesur për familjen, për shtëpinë, për fëmijët, për të moshuarit, duhet të ketë mundësi që t'i bëjë të dyja, sipas zgjedhjes së saj. Pra, të respektojmë zgjedhjen e një personi, por pa e lënë pas atë. Ideologjia e vetme që mbështeten këtë rast është mos i lënë pas vajzat dhe gratë në këtë historinë e madhe të ekonomisë shqiptare, po edhe të tregut të punës shqiptar. Nëse duam që të funksionojë siç duhet dhe të kemi një ekonomi qarkulluese e cila funksionon për të gjitha palët, duhet i përfshijmë edhe burrat dhe djemt, duhet i përfshijmë edhe vajzat dhe gratë. Dhe të japim mundësitë secilit sipas aftësive që ka, sipas realisht aftësive që zotëron, të jetë ose drejtues ose pjesë e skuadrës ose të promovohet në vendin e punës dhe të mos mbesi pas pikërisht për këto arsyet e tjera. Për 1-2-3 arsye që nuk janë arsye që s'kan lidhje me punën. Objektive. Nuk kanë lidhje me punën. Megjithatë, ka ardhur momenti, në mos gaboj ka edhe një nismë ligjore për punën dhe angazhimin e grave në familje, pra punët shtëpiake, të paguar. Që është gjithmonë e papaguar. Që është e papaguar. Ka ardhur koha, më duket iniciativa ligjore, nuk dua të gaboj, nuk di në çfarë faze është. Spanjës. Ka një Qytetërisht Spanja është gjithmonë përpara për sa i përket. Por edhe një nismë ligjore edhe në Shqipërinë. Diskutim. Në diskutim. Është akoma në diskutim, nëse realisht mund të bëhet diçka për këtë. Është e vlerësuar me studime që të paktën 14% e grave merren më shumë me punë për kujdesin krahasim me 0.4% e burrave, që është një përqindje e papërfillshme, shumë e vogël. Dhe gjithë puna për kujdesit përfshin kujdesin për fëmijët, moshuarit, shtëpinë edhe të smurët. Të gjitha këto në Shqipëri në masën më të madhe bëhen nga vajzat dhe nga gratë. Dhe realisht është një punë të për cilën nëse ti do merre dikë tjetër në punë do e paguaje patjetër, por përderisa ke në shtëpi një vajzë ose një grua, zgjedh që t'ia lësh gjithmonë një vajzë ose një gruaje këtë përkujdesje të nevojshme. Është një përkujdesje dhe është një punë e cila është e papaguar. Dhe nuk ka asnjë pagesë çuditërisht për këto persona që punojnë çdo ditë 8 orë jashtë shtëpisë, po edhe më shumë orë brenda shtëpisë. Nisma duhet shkoj përpara, është shumë herët ndoshta për të folur për rezultate ose nëse realisht do adoptohet në Shqipëri do të implementohet siç duhet. Por duhet vi dita që të shikohet. Nga mund vi pengesa në këto drejtim? Kush mund ta sjellë pengesën? Nga ligjvënësit të parë të tyre që do vendosin do jenë në parlament, shumica për tyre janë burra dhe djemë, kështu që nuk e di, do të shikojmë.
Mbetet për të parë se çfarë qëndrimi do të mbajnë pikërisht në këtë drejtim. Mirë, Gertiana, unë falenderoj, shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë nesër në orën 16 deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshim.